Kushtetuta është ajo e cila na e garanton dhe na thot se si ngarkohet dhe shkarkohet një ministër, duke i atribuar atij dhe gjithë pastaj kompetencat lëndore që ai ka për të drejtuar një sektor të caktuar. Dhe në këtë disbalancë që u shkaktua, gjykata kushtetuese, pra po themi maja më e lartë e atij pushtetit gjyqësor të drejtësisë, nuk arriti të jepte një zgjidhje. Dhe për shkak të vakancës që është aty dhe për shkak të votimit, pra ata mund të kenë bërë një interpretim shumë të mirë për nga ana doktrinale, por nuk kemi një vendim. Dhe tashmë i kalon kuvendit, pra ligjbërësit, detyra për ta rregulluar këtë balancim. Dhe nuk po bëhet asgjë tjetër veç se po krijohet një rregullim i nenit 242 fraksion 2, pra paragrafi 2 i Kodit të procedurës penale, duke i siguruar disa subjekteve të caktuara, të cilat janë subjekte kushtetuese, pra nuk janë subjekte normale, që të mos merret kjo mas ndaluese ndaj tyre. A është kamuflim, se opozita thotë është kamuflim duke përfshirë presidentin e Republikës, kreun e KLSH-s, avokatin e popullit, antarët e gjykatës kushtetuese me qeverinë, pra, duke i bërë bashk. Sepse ato janë role kushtetuese. Pra ato i parashikon kushtetuta. Pra kjo është një rregullimi, një handikapi i cila duhet ta ishte shprehur gjykata kushtetuese, që nuk e bëri. Por nga ana tjetër duhet rregulluar. Mbi të gjitha është shumë e rëndësishme parimi, check and balance dhe ndarja e pushteteve. Në këndvështrimin tim është një nga parimet kryesore të cilët duhet të jepet. Unë jam dakord me këtë parim që ju e theksoni, por me këtë ndryshim apo jepni ju një super imunitet për antarët e qeverisë dhe 6 subjektet e tjera të përfshira në këtë propozim? Jo, absolutisht jo. Ne fillimisht duhet të fillojmë të kuptojmë. Ne nuk kemi ndërhyrë fare tek masat shtrënguese, që janë masat të cilat ndikojnë vetë proceduri tek lirit e personit. Por ne po rregullojmë thjesht një klauzol që ka të bëjë me një masë, nuk po ndryshoj masa shtrënguese, po ndërhyjmë vetëm në një klauzol, në një masë ndaluese, e cila cënon pushtetin e një pushteti tjetër nga pushteti gjyqësor në këtë rast apo nga një pushteti tretë. Dhe në këtë mënyrë po rregullohet një handikap kushtetues, si e thash, duhet ta kishte rregulluar gjykata kushtetuese, por tashmë u krijua në kushtet në të cilat ne jemi. Dhe nuk ka të bëjë fare me një imunitet. Ajo çka mbron më shumë lirit e personave janë masat shtrënguese. Ne nuk kemi ndërhyrë dhe asnjë masë shtrënguese. Dhe as tek masat e tjera kam përshtypjen që edhe kundërshtimi dhe ankinimi që kryeministri çoi në gjykatën kushtetuese për pezullimin, pra masën e parë, detyroi SPAK-un të vinte me kërkesën e dytë, atë të heqjes së imunitetit për shembull të zonjës Balluku. Shiko, këto janë dy çështje të se ndoshta po mos ishte kjo kërkesë në kushtetuese dhe të ishte pranuar pezullimi nga detyra për zonës kryeministre, ndoshta s'do të kishim shkuar tek kërkesa për heqje imuniteti. Këto janë pyetje hipotetike tani. SPAK-u ka rrugtimin e vet me çështjen e tij që po merr. Por ne duhet të jemi të saktë se ajo çka ka bërë kryeministri dhe qeveria duke çuar së pari në gjykatën kushtetuese dhe pastaj grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe kryesisht 3 deputetë të saj, pavarësisht se janë edhe në pozicione të tjera, ku njëri prej tyre është kryeministri, njëri është kryetari i grupit parlamentar dhe tjetri është kryetari i Komisionit të Ligjeve, kanë shfryzuar hapësirën që kanë ata si deputet për të rregulluar këtë handikap ligjor. Dhe ky nuk është një handikap për të rregulluar një çështje të caktuar, por është për të rregulluar parimet kushtetuese, për të garantuar që ky harmonia e balancave të pushtetit të mos prishet. Sepse ky nen i shfryzuar në këtë mënyrë pikërisht këtë bën. Fillon dhe ngre pyetjen, apo ndërhyn një pushtet tek një pushtet tjetër, duke marrë kompetencat e tij. Ky është bërë debat i gjerë dhe mediatik, dhe ne kemi dëgjuar opinione ndryshme, besoj dhe ju patjetër. Po, kemi që nga e hëna deri më sot të paktën. Po, ka shumë opinione dhe shumë juristë të nderuar ngrenë dhe pyetjen, në qoftë se nuk do mbrohet, ose ky precedent do të lejoheshe, a do të krijonim ne një urë ku çdo gjyqtar, çdo prokuror do mund të ngrinte çështje të caktuara për antarët e qeverisë, për presidentin e Republikës,
për antar gjykatës kushtetuese, për avokatën e popullit apo për kryetarin e KLSH-s, duke kërkuar pezullimin e tyre. Me thënë të drejtën, historia, precedenti është, po historia SPAK-u ka shkuar deri tek qeveria. Nuk ka prekur as një president deri tani që të ketë hetuar një president apo të Jo, flas për president Ilir Meta, nuk po hetohet se ishte president, ka histori tjera, pra jo për 5 vjeçari në krye të shtetit, as te gjykata kushtetuese, as te avokati i popullit, as te kontrolli i lartë i shtetit, pra gjithë shigjetat në thonjzat të SPAK-ut dhe prokurorisë kanë qenë tek qeveria. Nuk kanë qenë tek këto 6 subjekte të tjera që u i përfshinin në këtë projekt ligj. Edhe një herë, pikërisht kjo është ideja. Ne nuk po kërkojmë të ngrem mure apo të mbrojmë çështje të caktuara apo pjesë caktuara të qeverisë. Duhet të kuptojmë është parimi kushtetues. Pra ajo që po bëhet me ndërhyrje në këtë nen është pikërisht të vendoset në vend ajo peshorja e 3 pushteteve, cilat jetë në harmoni me njëra tjetër. Apo preket reforma në drejtësi, se ky është meraku shumë i ndërkombëtarëve që kanë investuar që në vitin 2016 dhe vazhdojnë edhe sot SBA edhe BE edhe porosia për shumë sot ambasadorit të Bashkimit Evropian Gonzato këtu në Tiranë është që të mos preket reforma në drejtësi. Të mos preken ligjet që kanë qenë ligjet paketës së reformës në drejtësi. Kur themi nuk preket asnjë ligj i paketës. Nuk preket asnjë ligj i paketës së as puna e SPAK-ut, as puna e SPAK-ut në mënyrë të drejtë për drejtë. Edhe një herë, kjo është dhe këtu duhet të fokusohemi. Pra ajo çka ne duhet që të jemi të vëmendshëm është çështja kryesore të cilën trajton kjo ndërhyrje, është balancimi i pushteteve. Kjo është më e rëndësishme se çdo tematik dite që ne mund të diskutojmë, sepse kjo përbën një precedent të rrezikshëm në vazhdim. Dhe ne këtu duhet të fokusohemi, çfarë po bën, çfarë do rregullojë në fund kjo ndërhyrje. Kjo ndërhyrje do vëri pikërisht balancat kushtetuese dhe nuk do lejojë një precedent të rrezikshëm. Kodi i procedurës penale cakton që një gjykat duhet të shprehet dhe të marrë mas edhe kur ajo nuk është kompetente në momentet që thuhet që kemi të bëjmë me një rrezikshmëri të caktuar të veprës penale. Dhe më pas ajo duhet ta dërgojë gjykatës kompetente për të shprehur ajo. Por gjithsesi precedenti krijohet. Dhe në optikën time për këto subjekte të cilat ne kemi mirë përcaktuar në ndryshimet që ne duam të bëjmë, është një siguri juridike për rendin kushtetues. Duke mos lejuar që çdo kush, çdo prokuror, çdo gjykatës të ndërhyjë në këtë kompetencë të një pushteti tjetër. Pra nuk ndalohet ndjekja penale, nuk ndalohet hetimi. Ata nuk ka asnjëri imunitet përballë ndjekjes penale dhe hetimit nga prokuroria, qoftë kjo speciale apo një prokurori e jurisdiksionit të thjeshtë. Por masa e pezullimit, duke pezulluar një ministër, duke pezulluar një antar gjykatës kushtetuese, duke pezulluar avokatin e popullit ose duke vajtur deri në nivelin më të lartë të presidentit, që është figura e unitetit të popullit, nga çdo prokuror ose çdo gjykatës, kjo është e rrezikshme. Pa i hyrë pastaj sinuatave të cilat janë shprehur në studio duke pasur ndikimet tuaja, duke pasur nuk e di domethënë tendencë për korrupsion nga antar caktuar të prokurorive. Domethënë këto janë sinuata që i thonë gjithë. Por ama precedenti duhet të e qartë, dhe qëllimi i kësaj bisede është që ne të sqarojmë qëllimin e nismës për ndryshimin në kodin e procedurës penale. Për publikun, qëllimi i kësaj nisme është që të garantoj balancimin e pushteteve, që pushtetet të jenë të barabarta, të baraslarguara, në harmoni me njëra tjetrën, duke kontrolluar njëra tjetrën dhe asnjëri mos të peshojë më shumë se tjetri ose të hyjë në kompetenca pushteteve të tjera. Kur të vi puna që do të votohet në seancë, nuk do jetë shumë e lehtë me qëndrimet që paralajmëron Berisha dhe opozita, dhe ju e keni parë në gjithë këto muaj që jeni deputet që ka edhe aksion edhe brenda parlamentit. Ju e keni numrin e votave, padyshim që e keni, por aksionin ata e kanë deri më